Shkodra rikthyer sërish në kryeqendrën e sportit, lëvizjes dhe energjisë rinore. Edicioni i vjetshëm, Gjimnastrada 2026, ka mbledhur 10 fëmijë të rinj dhe pasionantë të gjimnastikës nga mbar vendi në një fest vërtet dedikuar sportit. Në logon sporti na bashkon, gjimnastika na frymëzon dhe të akredituar nga Federata Ndërkombëtare e Gjimnastikës. Ky aktivitet i organizuar nga Federata e Gjimnastikës në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Zyrën Vendore të Arsimit dëshmoi se ky sport po merr për masa masive në vendin tonë. Gjimnastrada është instituti vitrallësi që zhvillohet në qytetin e Shkodrës. Tashmë po bëhet një traditë. Gjimnastika i bashkon njerëzit, sporti i bashkon, edhe kjo është rëndësia e gjithëve që futen nëpër palestra dhe bëjnë palestra. Shkollat, këto fëmijë janë e ardhmja e çdo ekipit të çdo sporti, jo vetëm për gjimnastikën, por këtu fillojnë bazat që merret mësimet e para për të bërë sport. Si presidenti i Komitetit Olimpik duhet t'ju jap një lajm që qeveria shqiptare për 4 vite rresht i ka dhënë Komitetit Olimpik një projekt në lëvizjen olimpike në shkolla për voleboll dhe për basketboll, ku këtë vit dhe një ekip i vllaznisë për djem në basketboll ka dalë fitues në Republikë për sa i përket ekipeve sportive në shkolla. Që është fat i madh që në një qytet si Joni, me një rinit mrekullueshme si qeni ju, me profesor tradit të sportit siç kemi dhe që kalojmë nga brezat, ta çojmë dhe mëtej. Ju inkurajoj shumë të punoni fort, do ju mbështesim shumë, do punojmë shumë që këtë atmosferë të mrekullueshme që keni kriju sot në Pallatin e Sportit, ta kemi gjithmonë dhe kudo në Shkodër. Ne po organizojmë Gjimnastradën që tashmë e kena fut në rrugën e traditës dhe besoj është një traditë që do vazhdoj gjatë. E gjithë kjo është ajo çka sporti bën. Vërtet sporti na bashkon, na frymëzon. Është e rëndësishme masivizimi i sportit dhe ky masivizim nuk mund të ndodhë pa bashkërendimin e gjitha institucioneve. Nga disiplina bazë të koreografia komplekse, çdo performancë ka sjellë duar turkite të gjata nga publiku shkodran, me ngjyra, muzikë dhe mbijithë me buzëqeshjen e qindra fëmijëve. Gjimnastrada uli si parin për këtë vit, duke lënë pas premtimin se viti i ardhshëm do të sjellë edhe më shumë masivitet.